Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 9 dhe 10 të surës Shams, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që e pastron shpirtin e vet dhe ka dështuar ai që e ndot dhe e fundos atë në mëkat. Kurani, libri i Allahut, ka ardhur për të ndërtuar një njeri të pastër, të devotshëm, fisnik. Kurani është rrugëza e Allahut, në të cilën Allahu ka vendosur gjithçka që i nevojitet njeriu në këtë jetë. Kurani është udhërofyesi më i mirë që i siguron njeriu lumturinë në këtë jetë dhe shpëtimin në jetën tjetër. Kurani dëshiron që njeriu gjithmonë të jetë me shpirt të pastër dhe të qëndrojë larg mëkateve. Sot, në vazhdim të rubrikës t'i pyet Kurani përgjigjet, do t'i përgjigjemi pyetjes si e shëron Kurani përgojimin. Një nga smundjet e rrezikshme të gjuhës dhe të zemrës është përgojimi. Shpesh njeriu e konsideron përgojimin një mëkat të vogël, sepse nuk lë plag në trup dhe nuk der gjak. Mirëpo Kurani i shenjtë dhe mësimet e pastra islame e paraqesin përgojimin si një mëkat shumë të rëndë që shkatëron vllazërinë, nderin e njerëzve dhe pastërtinë e shpirtit. Përgojimi nuk është thjesht të flasësh për dikë që mungon, por është të përmendësh tek ai diçka që ai nuk do të dëshironte të përmendej, edhe nëse ajo është e vërtet. Para se t'i përgjigjemi pra pyetjes si e shëron Kurani përgojimin, le të shohim se çfarë na mëson Kurani për këtë mëkat dhe çfarë dëmesh sjell përgojimi. Ajeti më i qartë që flet për përgojimin gjendet në surën Al-Hujurat dhe është pikërisht ajeti 12 i kësaj sureje, i cili thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. O ju që keni besuar, shmanguni shumë prej hamendjeve, sepse disa hamendje janë mëkat. Mos spiononi njëri tjetrin dhe mos përgojoni njëri tjetrin. A dëshiron ndonjëri prej jush të ha mishin e vllajt të tij të vdekur, ju do ta urrenit atë. Kini frikë Allahun, vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. Në këtë ajet të fisnik, Allahu
nuk thot pra thjesht mos përgojoni, por përdor një krahasim tronditës dhe thot se përgojimi është si të hash mishin e vëllait tënd të vdekur. Për këtë pra thot, a dëshiron ndonjëri prej jush të haj mishin e vëllait të tij të vdekur e ju do ta urrenit atë? Ky është një nga krahasimet më të forta në të gjithë Kuranin. Kjo do të thotë se nderi i besimtarit është i shenjtë. I përgojuari nuk është i pranishëm për të mbrojtur, prandaj është ndaluar përgojimi. Përgojuesi, duke përgojuar pra ushqehet me të metat e tjetrit. Dhe ashtu si ngrënia e mishit të njeriut është neveritshme, e shpifur, edhe përgojimi duhet të jetë i neveritshëm për shpirtin. Pra, nëse dikush dëshiron të përgojoj, le të mendoj pak sikur atë person që po përgojon e ka para vetes dhe po e ha mishin e tij pra të vdekur. Islami e ndalon rreptësisht këtë mëkat të rënd, pra përgojimin, sepse shkakton dëme të shumta. Sipas Kuranit, dëmet e përgojimit janë: së pari, përgojimi shkatëron vllazërinë. Po në surën Huxhurat, pak ajete para ndalimit të përgojimit, pikërisht në ajetin 10 të kësaj sureje, Allahu i madhruar thot: innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Kur dikush përgojon vëllain e tij, ai godet lidhjen e vllazërisë. Një shoqëri ku përgojimi është i përhapur, ajo mbushet me dyshim, urrëtie, përçarje dhe armiqësi. Familjet, miqësitë dhe komunitetet shpesh shkatërrohen, jo nga armiqt e jashtëm, por nga fjalët që thuhen pas shpine, pra nga përgojimi. Së dyti, përgojimi lind nga sëmundjet e zemrës. Po në ajetin 12 të surës Huxhurat, që flet për përgojimin, Allahu përmend hamendjet e këqija, spionimin dhe përgojimin. Kjo tregon se përgojimi nuk fillon në gjuhë, por fillon në zemër. Kur zemra mbushet me zili, mendjemallësi, urrëtie dhe xhelozi, atëherë gjuha fillon të flasë për të metat e të tjerëve. Prandaj, problemi kryesor nuk është gjuha, por zemra. Të kemi kujdes ta mbajmë zemrën të pastër, larg hamendjeve të këqija, larg spionimit, larg përgojimit. Së treti, përgojimi shkatron moralin e shoqërisë. Në ajetin 19 të surës An-Nur, Allahu i madhruar thot: innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Vërtet, ata që duan të përhapen të këqijat ndër besimtarët do të kenë dënim të dhëmshëm në këtë botë dhe në tjetrën. Përgojimi është një mjet i përhapjes së të këqijave dhe skandaleve. Kur njerëzit flasin vazhdimisht për gabimet e të tjerëve, humbet respekti, normalizohet mëkati, përhapet pesimizmi, urrëtia dhe armiqësia në mesin e individëve, në mesin e njerëzve të shoqërisë. Kurani dëshiron një shoqëri që mbulon të metat dhe nxit virtytet e mira. Kurani e kundërshton përhapjen e të metave të këqijave të tjerë. Së katërti, përgojimi largon devotshmërinë.
Në fund të ajetit, Allahu thot, jini të devotshëm ndaj Allahut, ajeti 12. Kjo tregon se përgojimi bie ndesh me devotshmërinë. Njeriu që është i vetëdijshëm se Allahu dëgjon çdo fjalë, ai e kontrollon gjuhën e tij para se të flasë. Si e shëron pra Kurani përgojimin? Kurani i shenjtë nuk mjaftohet vetëm me ndalimin e sëmundjes, por na jep edhe ilaçin e saj. Edhe për përgojimin, Kurani na udhëzon drejt ilaçit që e shëron atë. Kurani e shëron përgojimin nëpërmjet disa rrugë. Së pari, Kurani na thot të largojmë hamendjet e këqija. Allahu thot, shmanguni shumë prej hamendjeve, pa në surën Huxhurat, ajeti 12. Shumë përgojime fillojnë nga një dyshim. Njeriu sheh një veprim dhe menjëherë mendon keq për tjetrin. Kurani na mëson të kërkojmë arsyetimin më të mirë, të mos nxitojmë në gjykim, të mendojmë mirë për besimtarët dhe për çdo njeri, as edhe një herë të mos mendojmë keq për të tjerët. Së dyti, Kurani e shëron përgojimin duke na thënë që të merremi me të metat tona. Në ajetin 32 të surës Nejm, Allahu i madhuar thot, prandaj mos u lavdroni me pafajësinë tuaj. Ai pra Allahu i sheh më së miri ata që ruhen nga gjunahet. Ky ajet na mëson e na thot që mos u vetë lavdro për devotshmërinë tënde. Allahu e di më mirë se kush është i vërtet dhe i devotshëm, dhe kush ruhet nga gjunahet. Ky ajet na edukon me përullësi, jo vetëmburrje. Na edukon me sinqeritet, jo kërkim lavdrimi nga njerëzit. Na edukon që të llogarisim veta tona dhe jo të gjykojmë të tjerët. Sepse të gjitha pra dyshimet, të gjitha hamendësimet e shtyn njeriu që të përgojoj, të flas pas shpine. Dhe ky është një mëkat i madh në fenë islame dhe Islami e kundërshton rrepsisht. Kur njeriu merret me gabimet e veta, nuk ka kohë të merret me gabimet dhe të këqijat e të tjerëve. Njohja e mangësive personale është një nga ilaçet më të forta kundër përgojimit. Pra të merremi me vetat tona dhe jo me të tjerët. Nesër para Allahut do të jemi vetëm ne dhe veprat tona. As nëna tona, as baballarët, as vëllezërit, as motrat, as bashkëshorti, as fëmijët, as kush nuk do të jetë me ne. Para Allahut do të jemi ne dhe veprat tona, as kush tjetër. Prandaj le të kemi kujdes. Ta mbushim librin e veprave me vepra sa më të mira. Së treti, Kurani e shëron përgojimin dhe na thot të kujtojmë se Allahu dëgjon çdo fjalë. Në ajetin 28 të surës Kaf, Allahu i madhuar thot, ai pra njeriu nuk shqipton asnjë fjalë, veç se pranë tij është një mbikëqyrës i gatshëm. Pra engjulli i gatshëm të shënojë ato që thot. Çdo fjalë regjistrohet. Nëse para se të flasim do të kujtojmë ose do të kujtonim se kjo fjalë do të paraqitet para Allahut në ditën e gjykimit,
ne do të heshnim shumë herë. Prandaj pra, të mendojmë se Allahu është dëgjuesi i çdo gjëje. Dhe fjalët nuk i merr era. Të gjitha fjalët shënohen dhe do të paraqiten nesër para Krijuesit ditën e llogarisë. Së katërti, Kurani e shëron përgojimin dhe na thot të kultivojmë faljen dhe mëshirën. Islami është fe e mëshirës, e faljes. Profeti Islamit është profeti i mëshirës për mbar botën. Dhe për këtë, Allahu ne na urdhërojmë që të kultivojmë faljen dhe mëshirën, të marrim shembull profetin ton të dashur, profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në ajetin 22 të surës Nur, Allahu i madhuar thot: "Walyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim." Le të falin dhe le të tolerojnë. A nuk dëshironi që Allahu t'ju falë juve? Allahu është falës dhe mëshirëplot. Shpesh përgojimi buron nga zemrimi dhe dëshira për hakmarrje. Kur zemra mbushet me falje dhe mëshirë, gjuha pastrohet nga përgojimi. Kurani e shëron përgojimin duke na udhëzuar, duke na urdhëruar drejt pendimit. Të gjithë gabojmë, të gjithë harrojmë, por Allahu na ka hapur portën e pendimit. E ka quajtur veten e tij pranuesi i pendimit. Edhe ajeti i 12 në surën Huxhurat që flet për përgojimin, përfundon me shpresë dhe thot: vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. Kush ka rënë pra në mëkat, le të pendohet sinqerisht, të kërkoj falje nga Allahu, të lutet për personin që ka përgojuar, të përpiqet të riparojë dëmin që ka shkaktuar. Dyert e mëshirës së Allahut janë gjithmonë të hapura. Prandaj, le të kthehemi te Krijuesi ynë i dashur, i gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, i buti, pranuesi i pendimit. Të dashur dhe motra, Kurani e konsideron përgojimin një mëkat aq të shëmtuar sa e krahason pra me ngrënien e mishit të vllajt të vdekur. Përgojimi shkatron vllazërinë, helmon zemrën, përhap përçarje dhe largon devotshmërinë. Ndërsa ilaçi i përgojimit sipas pra Kuranit është mendimi i mirë për të tjerët, largimi nga hamendjet, kujdesi për dëmetat tona, vetdija se Allahu dëgjon çdo fjalë, falja dhe pendimi i sinqert. Lutim Allahun e madhruar të na i pastrojë gjuhët nga përgojimi, zemrat nga zilia dhe urrejtja, dhe të na bëjë për atyre që e ruajnë nderin e besimtarëve. Në ajetin 10 të surës Al-Hashr, Allahu i madhruar thot: O Zoti ynë, na fal ne dhe vëllezërit tanë që na kanë paraprirë në besim, dhe mos lejo që zemrat tona të kenë urrejtje apo ligësi ndaj atyre që kanë besuar. Zoti ynë, me të vërtetë ti je i butë, i mëshirshëm, mëshirëplot. Kjo është një nga lutjet më të bukura të Kuranit, sepse na mëson të kërkojmë falje për veten tonë, të lutemi për besimtarët që kanë jetuar para nesh, të pastrojmë zemrat nga urrejtja, smira dhe mlefi ndaj besimtarëve, të pranojmë se Allahu është shumë i butë, e plot dhe mëshuri dhe është mëshirëplot.
Allahu na largoft nga mëkatet, na largoft nga përgojimi dhe qofshim për atyre inshallah që dalim para Allahut me zemër të pastër e të shëndosh. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.